Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu nuzul as-sakinati li qira'ati al-Quran. Zbritja e qetësisë nga qielli kur lexohet Kur'an. Pra kur lexohet Kur'an, zbret një lloj bekimi, një lloj qetësie nga qielli në atë vend ku lexohet Kur'an. Bara ibn Azib radiallahu anhuma tregon se një burr lexoi në shtëpinë e tij surën Al-Kahf. Kali që kishte lidhur pranë filloi të hungëriste dhe të lëvizte. Ky i ktheu kokën nga qielli dhe pa një re të bardhë, e cila kishte mbuluar pothuajse shtëpinë nga lart. Të nesërmen i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ngjarjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam komentoi duke thënë: "Iqra fulan fa inna sakinatu nazalat lil Quran aw tanazzalat lil Quran." Lexo, sepse ajo ishte qetësia që Zoti e zbret kur lexohet Kur'ani ose për Kur'anin. Pra ajo që themi ne për shembull, sa herë që një grup njerëzish mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit për të lexuar Kur'anin, zbret mbi ta qetësi shpirtërore, mëshira e Zotit derdh mbi ta. Qetësia shpirtërore nuk është metaforë, por është një e vërtetë që ndodh sa herë që lexohet Kur'ani. Usaid ibn Hudayr radiallahu anhu më tregon se ai vetë një natë po lexonte surën Al-Baqara dhe kali ishte afër tij kur ky po lexonte. Kali filloi të lëvizte. Kur ky pushonte kali. Kur ky kënonte, lëvizte kali. E përsëriti këtë disa herë dhe kjo kështu ndodhte. Sa herë lexonte ky, lëvizte dhe kali, dhe sa herë pushonte ky, pushonte kali. Pastaj erdhi goca e tij pranë, edhe pushoi sepse kishte hallë se mos kali me lëvizjet e tij mos po i godet gocën e vogël. Ndërkohë që thot pash nga qielli dhe pash thot diçka të bardhë në qiell mbi shtëpinë tonë. Të nesër në mëngjes pra ngjarje e dytë, dy ngjarje kanë ndodhur. Ja tregova pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai tha: "Të lexoje o bin Hudayr, të lexoje." Thash pejgamberi i Zotit pata frikë se mos kali më shtyp gocën. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A e diti se ç'ka ndodh? Ai gjëja e bardhë që e parë?" Qala la, tha, jo, se di. Tha: "Tilka al-malaikatu danat li sautik, walau qara'ta la asbahta yanzuru an-nas ilayha, la tatawara minhum." Kanë qenë me lajket që janë afruar për leximin e Kur'anit. Nëse do të kishe vazhduar, me lajket do të vazhdonin të rrinin aty dhe njerëzit do të shifshin me sy. Nuk do të fshiheshin me lajket. Nuk do të fshiheshin me lajket, do të shihnin njerëzit me sy. Ajereja e bardhë, komenti, ka qenë qetësia që Zoti zbret për lexohet Kur'ani, po në rastin e Ibn Hudayrit kanë qenë edhe me lajket aty prezent. Siç thot hadithi. Sa herë që lexohet Kur'ani diku, zbret mëshira e Zotit, përjetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i rrethojnë me krahët dhe me flatërën e tyre. Pra nuk është metaforë kjo puna, nuk është diçka shpirtërore, është diçka e vërtetë, reale që ndodh sa herë që lexohet Kur'ani. Për këtë arsye kanë thonë, nëse e sheh vetë që e keq nga imani, nga besimi, këra, s'ka nevojë fare me bë filozofi. Hap Kur'anin, lexo. Lexoj gjysore, lexoj orë Kur'an, automatikisht rikthehet çdo gjë siç ka qenë edhe më mirë se ç'ka qenë. Sepse Kur'ani është fjalë e Zotit, është bekim, është mrekulli, është mëshirë prej Allahut xhallahu, dhe kur lexohet automatikisht not që njeriu të përmirësohet, të rregullohet. Në Zotin e Madh që ta bëj Kur'anin dritë për ne në këtë botë
dhe dritë për ne ditën e Kiametit dhe ndërmjetësim për ne në atë botë. Amin.